kam qenë e pranishme në sallën ku kanë qenë ata. Ata kanë diskutuar dhe kur erdhën në sallë, unë kam qenë të rjeshti i dytë, edhe ata u habitën që ka ndodhur një votim i cili ka dështuar, sepse kur në historinë e Kosovës, kur ky raport nuk ka qenë temë. Kur, asnjëherë. Sepse unë kam qenë në sallë. LDK-ja ngriti dorën, PDK-ja njëherë nuk reagoi fare. Dhe? Edhe njëra prej deputeteve gra të PDK-s tha, çoni dorën, kundër, Cila ishte? Shikojni ato, se live janë seancat. I kemi parë, Shikojni. lëvizjet e deputetëve. Shikojni. Ndërto ka qenë nga Nemeti Musliu, apo jo? Nuk dua të përmend me emër asnjë prej deputetëve të opozitës, nuk kam asnjë nevojë. Seanca ka qenë live, deputetja ka thënë ngrini dorën, kundër. Atëherë grupi parlamentar i PDK-s ka ngritur dorën. Edhe kanë votuar kundër, jo kundër Albin Kurtit. Kanë votuar kundër mandatit të tyre të deputetit. Nuk kanë votuar kundër kryetarit të kuvendit. Kanë votuar kundër mandatit që ja u ka dhënë qytetari. Kjo është e pafalshme.